Dega e Kryqit të Kuq Shkodër, këtë herë fushata e dhurimit të gjakut për talasemikët është vendosur në Universitetin Luish Gorakuqi, ku janë ftuar të dhurojnë gjak student, pedagog dhe qytetarët. Gjithçka koordinohet me Qendrën Kombëtare të Dhurimit të Gjakut Tiranë, sqaron Vera Gjinaj, koordinatore e Kryqit të Kuq Shkodër. E veçantë është bashkëpunimi me klubet studentore, Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Siç e shikoni, një numër relativisht i lartë studentësh dhe pedagogësh edhe familjarë, sepse sot janë të ftuar të gjithë personat e shëndetshëm të dhurojnë gjak, kanë ardhur deri tani. Shpresojmë që ky numër të jetë më i lartë, pasi nevojat e pacientëve talasemik janë të larta dhe të vazhdueshme. Gjinaj thotë se nevoja për gjak për pacient talasemik janë mjaft të mëdha, ndaj askush nuk mund të hezitojë për të bashkuar fushatave të dhurimit të gjakut. Një individ që vuan nga talasemia ka nevojë çdo 2 javë të marrë një si gjak për të mbijetuar për gjatë gjithë jetës. Një falënderim i veçantë për gjithë student, pedagog dhe dhurues vullnetar gjakut që mbështesin këtë projekt, mbështesin njerëzit që kanë nevojë. Ndërsa njëra nga vullnetarët e shpreh se është pozitive që studentët janë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe përfshirjen në fushat dhuruese, ndaj këtë angazhim e përforcon dhe një mesazh inkurajues. Janë shumë ndërgjegjshëm. E dinë rëndësinë e dhurimit të gjakut, e dinë rëndësinë edhe e marrjes së gjakut. Po vinë shumë, ka shumë studentë që kanë dëshirë të vinë edhe të bëjnë pjesëmarrës, gjithashtu edhe vullnetar. Kam një mesazh që secili duhet me dhuru gjak, sepse është edhe tek motoja e çdo libri që për dhurimin e gjakut që siç ato kanë dëshirë që të marrin gjak në nevojat, kur kanë nevojë, ashtu duhet edhe të dhurojmë gjak. Sipas bluzave të bardha në Shkodër nuk ka raste shqetësuese të talasemisë në krahasim me zonat e tjera, por megjithatë mbahen kontakte të vazhdueshme me mjek dhe qendrat kombëtare të dhurimit të gjakut, e cila ndjek në mënyrë të pandarë nevojat e talasemikëve.